Në një mbledhje të zhvilluar mes ditën e të mërkurës, raportohet nga mediat se Këshilli Bashkiak i Durrësit miratoi me 31 vota pro projekt vendimin që i hap rrugën ndërtimit të një resorti të ri në Gjirin e Lalsit, duke ndryshuar kategorinë e 8000 metrave katror pyll në zonë. Vendimi u mor pavarësisht shqetësimeve për shkatërimin e gjelbërimit në një prej zonave më të lakmuara bregdetare të vendit. Në votim, këshilltarët e Partisë së Lirisë u rreshtuan për krah këshilltarëve të majt, duke siguruar shumicën për kalimin e projektit. Nga ana tjetër, vetëm 3 këshilltarë të djathtë ishin të pranishëm dhe votuan kundër. Ndërtimi i resortit Lura 5, pjesë nga zinxhiri kompleksesh luksoze në të njëjtën zonë, ishte miratuar më herët nga Këshilli Kombëtar i Territorit, duke e bërë këtë vendim të Këshillit Bashkiak një hap final drejt betonizimit të mëtejshëm të Bregdetit. Pavarësisht se disa këshilltarë opozitar paralajmëruan për pasojat mjedisore dhe reduktimin e hapësirave të gjelbërta, shumica zgjodhi të vendosë interesin ekonomik përpara atij ekologjik. Nuk jemi kundër zhvillimit, por Bregdeti i Durrësit është betonizuar, edhe një resort më shumë është edhe më pak gjelbërim, u shprehën ata. Argumenti i zakonshëm për zhvillimin e turizmit dhe krijimin e vendeve të punës u përdor sërish nga përfaqësuesit e majt për të justifikuar vendimin. Megjithatë, qytetarët dhe aktivistë mjedisor paralajmërojnë se ky është vetëm kapitulli i radhës në shkatërimin sistematik të Bregdetit shqiptar në emër të interesave private.